Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pa filloj me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vëllezër të ndershëm, motra të ndershme. Mirë se vini në ligjeratën e radhës, ligjerata e 16 si pas programit që kemi përgatitur për këtë muaj të bekuar. Mirë se vini në këtë vend të bekuar, në këtë shtëpi të Allahu Gjelle Gjelaluhu, ku zbret qetësia, ku zbret mëshira Allahu Gjelle Shanuhu, ku zbresin engjujt, ku këto mezhliset, këto vendet, këto tubimet, ku përmendet Allahu, ku lexohet Kurani, vinë edhe melaqet, engjujt e Allahut për të ndëgjuar dhe i rrethakojnë këto vendet. Qetësia Allahut, mëshira Allahut, kënaqësia Allahut zbret në këto mezhlise. Mirë se vini në ligjeratën e radhës. Biseda e ditës së djeshme, ligjerata e djeshme ishte rreth rolit të familjes gjatë muajit të Ramazanit. Edhe sonte është ligjerata vazhdimsi e asaj, lidhjet familjare dhe respekti për prindërit. Lidhjet familjare, problem aktual, kriza aktuale, që ka kapluar tër botën, po dhe muslimanët mjeresht i ka kapluar kjo krizë. Familjet tona, anën ban globit, si në Arabi, si në Perëndim, si në Ballkanat të na, nuk janë për mashallah 100%, nuk janë. Me plot respekt, elhamdulillah, ka bereqet, ka hajër, ka dobi, ka mirësi, ka shpresë të madhe, mirë, po të analizu situatën aktuale, duke lexuar raportet të ndryshme, duke i përcjell media dhe shtypin, duke i përcjellur edhe lajmet kronikën e zezë, se çka po ndodhin në trojet tona ballkanike, është pak alarmante, është pak për të friguar se gjendja familjeve nuk është në nivel të duhur. Ka ndikuar globalizmi me të madhe, ka ndikuar teknologjia me të madhe, vërehet një ftohje mes antarëve të familjes, vërehet një zbehje e lidhjeve familjare, vërehet një anashkalim i problemeve, se cili gajlohet me problemet e veta personale, e diagnozimi i gjendjes, kjo është. Çka është zgjidhja, çka është solucioni, çfarë mundet me na thonë Islami apo Kurani për këtë çështje? A mundemi me dalë prej këtyre krizave? A ka shansa të përmirësohemi? Këta janë disa pyetje që po i shtroj tani, e shpresoj që inshallah gjatë ligjeratës përgjigjet do t'i ndëgjoni. Një përsëritje të shpejtë, mbram çka folëm, roli i familjes në Ramazan potencuan dje adhurimin e përbashkët, që Ramazani është shanca dhe sezona ideale për të bashkuar të gjithë antarët e familjes, e për të ardhur në këto shtëpi të Allahu Gjelle Shanuhu, e për të kryer namazin së bashku, e me bëj iftar së bashku. Është Ramazani sezona ideale, ma përshtatshme, ma e voliqme për përforcimin e raporteve në mes antarëve të familjes. I përmendëm ajetet kuranore dhe urdhëroje familjen tënde të falë namazin dhe bëhu i durueshëm. Gjatë këtij procesit të urdhëresës nuk është lehtë
me urdhrua familjen, fëmijët, me najt gati namazit, duhet një durim, duhet një përkushtim, duhet një sabër, e Allahu Kur'an po thot wa'mur ahlaka bis salati wastabir alejha, bën sabër, urdhro për namaz, po bëhu i durueshëm. Përmendëm pastaj disa shkaqe faktor se si mu bashkua, e përmendëm sofrën e Kur'anit. Ata që din arabisht, preferohet familja me pas momente caktuara, mas namazit drekës, mas namazit e ikindis, ku të bohen për me lexu Kur'anin gjuhën arabe, ka 1 faqe, 5 faqe, 10 faqe, 1 gjuz. Pa ata që nuk din arabisht, tham, ju referohen për kthimeve dhe i lexojnë për kthimet e botuara në gjuhën shqipe dhe i meditojnë ato ajetet dhe bashkojnë sofrën e Kur'anit. Prej faktorëve se si mu afro familja përmendëm dje vetëm për sëritje të shpejt, rritja e dashurisë për pejgamberin ton të dashur, sofra e jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sofra e bisedës për biografin e të dërguarit ton që nga lindja gjerë në vdekje. Prej faktorëve mjeteve se si familja përforcohet, përmendëm dje, bamirësia dhe solidariteti familjar, e sidomos në gjatë muajit të Ramazanit, prindërit duhet të jenë shembull tyr dhe model për fëmijët e tyre, për me thirr dikon në iftar, për me tregu çka është mirësia, çka është bujaria, çka është gjymërtllëku, duhet gjatë muajit Ramazanit ajo familje me qenë shembull në këtë. Dhe të jetë shembull për fëmijët e tyre se muslimani duhet një dhënë bukë dikujt. Është problemi madh me selam e me ushqim të i dhënë njëri tjetrin, me buzëqeshje ndaj njëri tjetrit, përforcohen zemrat, përforcohen kokat, respektohet njëri tjetri, prandaj dhënia e ushqimit është prej faktorëve kryesor që i përforcon lidhjet familjare dhe të komunitetit. Përmendëm dje sa për lidhje për ligjëratën e Sandit, ndërrimi i vetive të mira, që Ramazani është dhe koha shumë e përshtatshme që njeriu për t'i braktisur veset e këqija, hujet e këqija, parimet të cilat ato e ulin nervozja, gutia e tepërt, mos kontrolli i gjuhës, mos kontrolli i moralit në përgjithësi, e Ramazani është ajo sezona e Allahu xhaleshanuhu ku duhet braktisën gjitha këto vetit e këqija dhe duhet që babai si baba, nana si nan, gjatë këtij muajit mi tregu fëmijëve këtë model të jetës. Edhe pse kam gabuar, tani është Ramazani që unë të bëj tobe dhe istighfar, të pendohem dhe t'i braktisi gjitha veset e këqija që i kam pas. Çdo familje i din problemet e veta, as miftiu, as hoxha, as profesori nuk i din detalet e familjeve. Prandaj, me mençuri prindërit, me mençuri baba edhe nana, i udhëzojnë fëmijët e tyre, i debatojnë problemet që i kanë, dhe të gjithë së bashku, seriozisht, kërkojnë ndihmën e Allahut xhaleshanuhu. Kujdesi dhe lidhjet farefisnore, Ramazani është edhe sezona ideale për mi tregu prindër fëmijëve që gjatë këtij muajit duhet të lidhen edhe farefisi, vizitat. Duhet të mos të shkëpusim lidhjet farefisnore që i kemi, edhe pse ndoshta ata të kanë lënduar me fjalë, të kanë dëmtuar me diçka, mirë po është koha faljes, është koha unë mos të bëhem shembull i keq për fëmijët e mi. Unë mos la shembull dhe mos la gjurma të këqija për fëmijët e mi. E prandaj duhet me tolerua, me hap zemrën
dhe mi a falë kusheririt, djalit dajës, djalit tagjës, tezës e kështu me radhë, dhe me vizitu njëri tjetrin. Këto i ka Ramazani, sezona e reformave, sezona e riservisimit, ripërtrirjes së moralit, ripërtrirjes së besimit. Kalon muaj Ramazanit, pastaj e kemi vështirë me i gjetë këto sezona, i kemi vështirë me i ndëgju ndoshta edhe këto derse, e prandaj duhet ta shfrytëzojmë kohën dhe momentin. Po vazhdojmë tani me temën e sondit dhe lidhjet familjare si përforcohen. Në Islam respekti ndaj prindërve është esencial. Nuk ka bereqet një familje kur prindërit nuk respektohen, kur prindërit nuk janë të qetë psikikisht. Nuk ka bereqet një familje ku prindërit nuk janë në harmoni shpirtërore, nuk janë në gjendje të kënaqur me fëmijët e tyre. Duhet të jemi të kujdesshëm shumë në këtë aspekt, sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu besimin e tij e ka krahasuar me mirësinë tonë ndaj prindërve. Besimi i Allahut, ibadeti i Allahut, është krahasuar me mirësinë tonë ndaj prindërve. Wa qada rabbuk, Allahu ju të ka urdhëruar, alla ta'budu illa iyyah, askujt tjetër mos me i besu, vetëm atij. Wa bil walidayni ihsana, edhe prindërve të bëni mirë, të silleni mirë, të jeni të kujdesshëm, të butë. Dhe nëse ata i rok pleqëria e prindërve, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Nëse ata i rok pleqëria, pa dyshim se i rok pleqëria të dytë, ose ndonjërin prej tyre, ki kujdes o djali mirë, ki kujdes ti o i vajzë re, që nanën dhe babën mos ti nervozosh dhe mos t'ju kthesh fjalë atyre, ki kujdes gjuhën tënde dhe sjelljet tua. Kurani po thot as fjalën uf nuk guxon ti me shprehsi keqardhje për prindërit e tu. Ti duhesh me e lexu fytyrën e prindërve. Mos me prit në çdo moment ata me trus pullën, sustën tënde, bëma një gotë me ujë, më duhet kjo, më duhet kjo, më duhet kjo. Mirësia, kulmi i mirësisë e lyp kur djali dhe vajza e kuptojnë babën dhe nanën në fytyrë se çka kërkojnë ata, çka lypin ata, si kënaqen ata. Kjo është ajo mirësia, po kulminacioni i mirësisë. Kjo është ajo kulminacioni i cili Kurani na ka thirrur të gjithë, wa bil walidayni ihsana, me prindërit e tu gjithmonë të sillesh mirë dhe të jesh në shkallën më të lartë të mirësisë. E këtë parim sot mjerisht në botën islame, si në Arabi, atje ku jemi na të punu, si në Perëndim, si në Ballkan, këtu ka lujt hesapi, kështu po shprehen. Jenë shtu shtëpit e pleqve, jenë shtu shtëpit e pleqve, po gëzohen se po ndërtohen shtëpit e pleqve, dhe me shku dhe me e dërgu plakun e prindin runa zët në shtëpit e pleqve dhe dikush me hi nga përgjegjësia. Kini kujdes o vëllezër. Nëse këtyre prindërve ju vdesin fëmit, ju vdesin, caktimi Zotit, aty s'kemi asgjë. Shtëpia e pleqve është e mirë së ardhur. Edhe kohën e sultanave, gjatë perandorisë osmane, ka pas shtëpit e pleqve në Istanbul, e në vende ndryshme në Ballkan, e në Arabi, e në Irak, e në Kufe, në Bagdad, në Damask. Kur s'kan, mirë po kur jenë fëmit, e pleqt me i qua në shtëpit e pleqve, krimi i krimeve është, gjunahi i gjunaheve. Marja e marës është kjo, nëse muslimani bën kështu. Duhet jemi të kujdesshëm. Ramazani ka ardhur për me na rikujtuar neve
këto vlera që na të jemi të kujdesshëm ndaj prindërve tanë. Kënaqësia Allahu xhalla shanuhu është me kënaqësinë e prindit. Nëse e kiti në jetën tënde, o djali mirë, o djali ri, o vëlla i dashur, o i motër e bekuar, nëse e ki ndonjë të mirë ti në jetën tënde, nëse e ki ndonjë të mirë që ta ka dhuruar Allahu xhalla shanuhu, me shkollim, me shëndet, me punë, po me burr të mirë, me shtëpi të mirë, ta kesh me dije, ajo është sekreti dhe lutja e prindërve tu. Ajo është sekreti dhe lutja e prindërve tu që jenë lutë për tyje, e Allahu të ka beku tyje hatri i flakut i babas tënde dhe nanës tënde. Prandaj, nuk guxojmë asë se si na muslimanët me jaru prindërit tanë e me u akthy atyre shpinën tanë. E thame dhe njerë po konfirmoj, kur ata i godet në një keqësi, fatkeqësi nga Allahu, i vdesin fëmijët, nuk kanë fëmijë, atër shtëpia pleqve është e mirë sa ardhur. Po fjala bëhet për ata të cilët kanë fëmijë, kanë djem, kanë vajza, kanë nipa, kanë mesa dhe i shohin prindërit ku në shtëpi të pleqve. E kënaqësia e Allahut, bekimi i Allahut është me bekimin e prindërve. Shokët e pejgamberit alayhis salam, sahabët, kemi dhjetra raste që na tregojnë neve se si janë sjellur me prindërit e tyre. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, jo prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, shumë ishte i kujdesshëm ndaj nënës së tij. Unë ka thonë, kur nuk kam mbetur gjatë natës pa u kujdesur që nëna ime po të kishte gjitha çka i nevojitej. Nuk ka shku në gjumë me fjet pa u vërtetu dhe pa u qetësu se nëna e tij çdo gjë e ka në rregull e pastaj ka shku ka pushua. Cili prej nesh sot interesohet për prindërit e tij para se vetë të shkon dhe të pushon në gjumë? Raste të shumta kemi ku edhe ushqimin djali e leh vetën keq, e leh fëmijët e tij keq dhe u jep prioritet për parësi prindërve dhe ata i ushqen së pari dhe kujdeset për veshmbathjen e tyre, për ushqimin e tyre e pastaj për vete. Këto vlera, këto parime të shtrenjta na kanë humbur, duhet t'i kthejmë përsëri në jetën tonë, o vëllezër të ndershëm. Familja jote, po me bismillah prej nanës, prej babës. Normal, këtu shtrohet një pyetje e madhe tani. Po nusja nuk po i don prindërit e mi. Reja nuk po e don vjehrën, nuk po e don vjehrin. Çka me bë? A me shpall luftë të tretë botërore? A me fillu me njerë me hap luftë frontale? Jo, nuk guxojmë. Duhet ajo nuse, duhet ajo e re me qene kuptushme dhe e vetëdijshme që qëtë burë, qka ty ta ka ba Allahu nasip, që ta prindërit e kanë kryua, po e kanë qenë sebep për qëtë burë të andin. Prandaj të rego respekt pak për burin tënë dhe për këta dy pleqt që ti e ke fatin sot je martuar me këtë burë. Si do të kënaqesh ti kur burin po i je presion burit tënë me dalë prej shtëpisë dhe me i la pleqt vetë? Si do të kënaqesh ti? Si do të reagojnë fëmijët e tu? Çka do t'ju thuash fëmijëve të tu? Ku është gjyshi, babgjyshi e gjysha, ku janë ata? Prandaj, me plot respekt, nëse ka mosmarrveshje, ato mosmarrveshjet normal që dalin, po duhet të tolerohen, të tejkalohen. Mirë po me i shkel prindërit, me i neglizhue prindërit, me u akthye shpinën prindërve, këtë ndalon feja islame e Ramazani, muaj i bereqetit, muaj i jetës dinamike, muaj i forcës sonë shpirtërore, pastrimit tonë shpirtëror, faljes së gjunaheve, duhet numër 1 me startua prej familjes. Këto raportet mi rregullue. Në aspektin si të ruajnë familjen tona nga degenerimi kulturor, bashkohor, nga shturja morale.
Kemi shumë këshilla dhe metoda islamike, se si ruhet familja, se si ruhen fëmijën nga shturja, nga prishja morale. Kryerja e rregullt të namazit është kajmaku dhe është faktori kryesor që ruan familjen dhe shtëpinë nga prishja morale. Leximi i Kur'anit edhe njerë po fokusoj dhe po e nënvizoj. Nëse nuk dini arabisht, gjuhën shqipe, literaturën islame, patjetër në shtëpinë tonë dhe në sallonin tonë ti më formun një librari, me porosit tani libra online, në bibliotek, në Kur'anotek, në xhami, mi ble me pasuru një librari të vogël me bo për fëmijët e tu dhe për veten tënde. Ndërimi i një atmosfere ku familja bashkohet në lutje, po kur ata darkojnë së bashku, janë në sofër dhe të gjithë i ngrejnë durë së bashku të Allahu xhaleshanu, me fëmijët, e me nipa, e me stërnipa, e me dje me vajza, dhe i lutën Allahu xhaleshanu që ti bekoj ata. Mbajtja lidhjeve të forta me komunitetin musliman, kjo ardhja juaj në xhami këtu në këtë qendër, është një prej faktorëve kryesor për me mbajt lidhjet tona të forta familjare. Ardhja juaj në këto qendra ku zemra përforcohet, ku energjia pozitive ngritet, po dhe shtohet, është obligim dhe farz, o vëllezër të ndershëm. Punoni ditë e natë, mos e leni punën, mos keq kuptohemi, mirë po mos harroni edhe ushqimin shpirtëror të fëmijëve, të familjes, e këtu në këto qendra, këtu është ai ushqimi shpirtëror dhe psiqik, që nuk mundeni me gjetë askund, as të për shkolla, as të për firma. Prandaj kjo nuk është e pric, kjo nuk është, hajtë, përshkoj një herë në javë. Këtë duhet ta kesh program jete, këtë ta kesh në kokë për ta ruajtur familjen tonë nga asimilimi, identitetin fetar dhe kombëtar, shqiptar, turk e bosnjak, ti duhesh gjithmonë mu lidh me qendrën islamike dhe me shkollat islame, ku ruhet morali, ku ruhet po fëmia, ku edukohet fëmia për së mari. Këshilla edukative për mirëmbajtjen e fëmijëve dhe familjes, për mësimin e fëmijëve dhe sjelljes së tyre, duhet të sjellim shembuj nga jeta e pejgamberëve. Fëmijët tanë janë bë profesional, mi njoh emrat e lojtarëve çka po luajnë futboll, ndërsa mi bën një test atyre për emrat e shokëve të pejgamberit alayhis salam. Një 3-4 shokë me i përmend. Disa veta me i përmend, nuk janë në gjendje ndoshta as 2-3 me i përmend. Duhet të zgjedhim librat, librarinë e zgjedhur, çka po lëm në shtëpi, filmat, çka po i shikojnë sot në për aplikacione të ndryshme, edhe çka janë gratis, po edhe me pagesa, duhet jemi të kujdesshëm se çfarë filma fëmijët tanë po kçyrin vajzat tona. Tani thot dikush, po jeta private e saj, qysh të bin konflikt me vajzën, apo me gruan, ajo si ta merr telefonin, si ta vetmohet dikun, s'ka kush që i flet asaj. Jo, duhet dikush me fol me të mirë, duhet dikush me udhëzue, ka filma edukativ, ka filma për mjeshtri, ka filma të ndryshme, se si fëmijëve të mësojmë po inxhinierin, se si fëmijëve të mësojmë po profesionin e robotave, se si rregullohen robotat, se si rregullohen aeroplanat, se si rregullohen makinat, po për inteligjencën artificiale, gjitha këto profesione tani janë të domosdoshme për mi mësu fëmijëve tanë për gjeneratat e ardhshme. Nuk bën me harxhua kohën fëmiu, vajza, ti me filma të kota, e me pralla, e me drama, e me seria të ndryshme, ku rezultati pas tër atyre orëve që i shikon të ato filmat meksikan apo turq, apo ku ta di unë, po në fund nuk mbjellin dashurinë e familjes, nuk mbjellin dashurinë dhe respektin e familjes, po përkundrazi mësojnë problemet familjare, ta mësojnë vajzën se si
tradhtohet burri, ta mësojnë nusën edhe rejen apo djalin se si tradhtohet gruaja apo familja, gjithmonë konfrontime, gjithmonë mosmarrveshje. Këta janë ato tematikat aktuale sot të filmave. Shumë vështirë është me pas një film për mashallah. E duhet të jemi të kujdesshëm vëllezër. Këshilla psikologjike për mirëmbajtjen e familjes, komunikimi i hapur dhe i shëndetshëm me fëmijët, duhet të shprehim ndjenjat tona, ti ndëgjojmë fëmijët tanë, ti ndëgjojmë vajzat tona, po se çfarë probleme kanë, çfarë halle kanë. Thot dikush hebra, profesor hebra hojt, po shumë vështirë është të me punua. Shif, është vështirë. Po nëse nuk punon që shtu me këtë vështërsi, shtrajnët keme pagu faturën. Shtrajnët keme pagu faturën ma vonë si kemi humbe dhe që ata qka i kije. E prandaj, ma mirë vonë se sa hiq. Ma mirë pak se sa hiq. Aspektin psikologjik, vendosja e kufive të qartë për përdorimin e teknologjisë, si folë më herët, dhe për rrjetet sociale. A mundemi na, sante e nesër prama, mi të bu fëmijët tonë, vajzat tona, dhe mi thonë para mbledhjes, ju lutem qita telefonat, po, t'i lëm jashtë në salon, e gjysë ore s'ka prekje telefonit. Hajde provone këtë sfit, provone këtë metodë të përmirësimit, keni me pa se çfarë reagime keni me pas fillim. Kanë më refuzua, nuk do të tolerojnë. Me të madhe kanë me mbull kam, si me lo telefonin. Së është e mundur, pa telefon me jetua. Mirë po, duhet me insistua prindi si prind, gjysmore, 30 minuta, hajde pak ngoje babën, ngoje nanën. Ngoje pak edhe unë ty po du me të nguë. Se mjafti ki ngu këta prallat e dreqnit e botës, e lajmet, dezinformatat, që ka më prish edhe trurin, edhe moralin, edhe gjuhën e fëmijëve tanë, këto programet të pakontrolluara. Ka ardhëja islame në aspektin psikologjik, në aspektin edukativo arsimor, në aspektin fetar, për t'i dhonë këto këshilla dhe gjithmonë për mos më dorëzua. Duhet të luftojmë për ruajtjen e familjes. Duhet të luftojmë gjërë në maksimum për ruajtjen e fëmijëve. Sa me qenë ajo luftë e rëndë për neve, nuk bën më dorëzua. Se në atë moment, kur dorëzohesh ti, ajo vajza apo djali shkon lyp ndim dikun tjetër. Shkon lyp konsulta dikun tjetër. Shkon lyp dikun zgjidhje të problemit. E ka ardhur Ramazani, ka ardhur muaji i Kur'anit, ka ardhur ky muaj i bekuar, na më ul një herë rreth sofrës së Kur'anit, sofrës së Muhamedit alayhi salatu wassalam, e librave të vlefshme, me tematika të vlefshme për ti edukuar fëmijët tanë. E kemi përgatit një program, një javor për përforcimin e marrëdhënieve familjare. Dita e parë, dita e komunikimit dhe mirëkuptimit, me marrë fëmijët namazin e xhami, bisedë familjare, lexim dhe diskutim. Kjo programi ditës parë. Programi ditës dytë, dita e shprehjes së dashurisë. Një mbo fëmijët e sodit, tash pe kuptoj fjalën dashurisë, e zemra kështu po i bëj duart, po e lajka kështu, e ja baba të mëson çka është dashuria, e ja nana të mëson çka është dashuria, mi thon vajzës, e nipit, e mesës, po edhe me komuniku mes tyre, dita e shprehjes së dashurisë, mu lut për njëri tjetrin, letra dashurie, shtije djale me shkruajt një 2-3 fjalë për tyje, apo din me të lëvdua djali, apo din vlerën e babës dhe nanës, ti shkruaj një 2-3 fjalë për djalin dhe vajzën tënde, po aktiviteti për bashkëm me organizu në një lojë familjare që promovon gëzimin dhe bashkëpunimin, kjo programi ditës dytë. Programi i ditës tretë, dita e faljes dhe butësisë. Duhet me promovua butësin dhe faljen, reflektim dhe falje, se cili mund të shprej, po falje për veprimet që kanë gabu me njëri tjetrin. Vllau im ma bën halal, motra ime ma bën halal, bab lutëm ma bën halal, se të këmë rëndu me fjalë, nana ime ku jeti, që më ke rrit mua ma bën halal, po mu ullë. Kjo në programi ditës tretë, kështu me veprua. Që si veprojmë psikologët në për klinika, kur shkojnë me kërku djemë të ri, vajzat e reja, këshilla psikologjike. Programi ditës 4, po
dita e aktivitetit të përbashkët, koha për gatim së bashku, e janë së bashku të futemi në kuzhinë, e janë të ndihmojmë nanës, e janë të pastrojmë kuzhinën, e janë të pastrojmë shtëpinë, e janë të pastrojmë oborin ton. Dita e aktivitetit, aktivitet me dalë në natyrë, mbledhje familjare, ushtronë vetën sikurse në fakultet dhe kompani. Kur keni mbledhje familjare, çdo javë apo çdo 2 javë, agjendën me caktuar prindi, tema që ka mu diskutua, mos harroni kemi mbledhje. Sot, kur është mbledhja urgjente, me cek është mbledhja urgjente. Kjo programi ditës 4, programi ditës 5, dita e shërbimit dhe ndihmës, ndihmë brenda familjes, shërbim për të tjerët, falënderim për Allahun xhaleshanuhu, ku secili antar e vlerëson po aspektin pozitiv për punën që e ka bën. Ndihma ndaj komunitetit, ndaj qendrës islame, këtë programi ditës 5, programi ditës 6, dita e edukimit islam dhe moral, ligjerata, po shikoni do një film islam me tematik islame, lexoni ndonjë libër të një profesori, çka janë do thot librat e fundit që e rregullojnë mendjen, e rregullojnë sjelljen, po përgatitja e planit të zhvillimit profesional, a ka nevojë ndonjë kurs me regjistrua, a ka nevojë ndonjë zanat tjetër me marr, a mundem me punu honorar natën, po programi i fundit edhe dita e 7, dita e falënderimit dhe harmonisë, falënderimi ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe dita e gëzimit, shqyr Allahut në fund prindërit dhe fëmijët, fali qofshin Zotit xhaleshanuhu, i cili brenda javës i realizon këto programet ka gjysmore apo ka 1 orë. Ja pra vllazën, o motra o djemtri, edhe na në islam kemi zgjidhje, kemi alternativa. Edhe na në Kur'an kemi zgjidhje të problemeve tona edukative arsimore. Edhe na në islam kemi zgjidhje të problemeve familjare, po problemi është që na nuk po lexojmë, nuk po i pyetim dietarët, nuk po kërkojmë konsultime prej dietarëve. Allahu në Kur'an po thot: "Es'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun", kur nuk dini, pyetni ata që dinë. Allahu ju ndihmoft edhe juve dhe neve. Allahu na bof më të vyeshëm juve dhe neve. Allahu ju nxoft fëmijët tuaj dhe fëmijët tanë. Allahu na ruaj fëmijët tanë dhe fëmijët tuaj nga çdo sëmundje, nga çdo moral i keq, nga çdo shoqëri e keqe. Thoni me zemër amin. O vllazëm të ndershëm. Elhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.